Hadithe të profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për muajin e bekuar të Ramazanit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Të bekuar janë ata që agjerojnë për Allahun, sepse në ditën e gjykimit ata do të jenë të ngopur." Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Dimri është pranvera e besimtarit, sepse në këtë stinjë nata është e gjatë, ndaj besimtari e kalon me namaz, kurse dita është e shkurtër, të cilën besimtari e agjeron." Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Sikur ta di njeriu se çfarë mirësish gjende në muajin e Ramazanit, do të dëshironte të ishte i gjithë viti Ramazan." Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Gjumi i agjeruesit është adhurim, heshtja e tij është lartësim për Allahun. Vepra e mirë i shtohet atij, lutja e tij është e pranueshme dhe gjunahet e tij janë të falura." Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Fillojeni agjerimin me shikimin e hënës dhe përfundojeni me shikimin e saj."